Nëse je duke bler një pronë dhe ke parë diçka që ka pëlqyer, ka disa hapa dhe procedura në vazhdim për të mbyllur dhe përfunduar procesin e blerjes apo të shitjes. Së pari, bëhet një marrëveshje apo kontratë rezervimi e kësaj prone, sepse askush, asnjë pronar nuk mund të heqë nga tregu një pronë, por nuk ka një siguri, dhe siguria sigurisht matet me një marrëveshje ku janë të shënuara dhe çmimi i negociuar dhe të gjitha kushtet dhe afatet e dorëzimit të pronës. Pra është një kontratë dhe një element sigurie për të dyja palët. Gjithashtu ka dhe një garanci financiare. Këtë veprim mund ta bëni tek një notar bashkë me shitsin, apo edhe me agjencinë ku ju po punoni dhe me cilën ju po bashkëpunoni, me një marrëveshje trepalshe, një faturë tatimore dhe pagesën e kryeni sigurisht të rezervimit mund ta kryeni në llogarinë bankare tek numri i llogarisë agjencisë. Dhe që këtu fillon më tej rifreskimi i dokumentacionit, pagesa sigurisht e rivlerësimit, nëse dikush duhet të bëj një rivlerësim të pronës, dhe të gjithë hapat më tej për të përmbyllur gjithë procesin e shitjes. Prandaj, bëni më shumë bashkëpunues, sigurisht sillni njerëz serioz që të ndjeni të mbrojtur, të ndjeni të sigurt, të ndjeni të qetë për të punuar. Ju uroj ditë të mbarë, dëgjohemi për këshilla të tjera.